Të nderuar shikues të Media 60, unë sot kam kënaqësinë të kem një personazh shumë special të ftuar dhe që është një kënaqësi e jashtëzakonshme. Po ju parapri që duhet të dëgjoni çdo përgjigje me shumë vëmendje sepse është një nga ato puntata që rrallë do ta gjeni në median tonë. I nderuar zoti Kujtim Gjuzi, përshëndetje dhe shumë faleminderit që keni ardhur sot. Kënaqësi e madhe që jam me ju për herë të parë, po shoh këtu kodi penal. S'kam lidhje me këtë se unë jam ekonomist. Ka gjë. Që ke shumë e rrezikshme. Jemi i çik. Më duhet ta nis intervistën lidhur me protestat e opozitës dhe rrëzimin e Ramës. Si i shihni? Rama është 2.2 metra. Ai nuk është rrëzuar asnjëherë edhe kur luante basketboll, se 4 minuta ai bënte 4 faulla dhe s'kishte shans askush që ta sulmonte. Në këtë rast ka 13 vite dhe ka 13 vite që sulmohet nga ne të opozitës. Dhe për fatin e tij e theksoj të keq nuk është duke u rrëzuar, ose të paktën nuk është duke kërkuar po themi gabimet personalet që të dalë nga loja. Ai s'do të dalë, ju keni kodin penal, ky është shumë i rrezikshëm, unë nuk kam provuar asnjëherë prangat. Nuk i uroj të ketë prangat e Edi Rama, por prangat tani nga spaku, Edi Rama janë shumë afër, se janë 2 herë në parazyrë. Rasti shqiptarët thonë e treta e vërteta dhe i bie që të vendosen prangat. Ai e ka mundësinë e shpëtimit. Protesta e opozitës në këtë rast herë është serioze, herë nuk është serioze. Kur nuk është serioze? Për shembull, mblidhet opozita dhe ka subjekte politike që i mblidhet e Lulzim Basha, 33 nga këto, dhe shkoi 622.000 vota. Opozita Basha. Në momentin që Basha nuk u tregua korrekt me ne që ruajtëm institucionet e shtetit, pra vajtëm në parlament, ne i tham Bashës je gënjeshtar dhe gënjen dhe për orën, i ka thënë një president. Këti presidentit ne çfarë tham? Kujdes, 72 orë se shkon në burg. Ai tha, kush e thot konservatorët more se ato janë kot. Ku është presidenti sot? Unë duhet që presidenti sot të dalë nga burgu se ka konsumuar 15 muaj qeli. Dhe ju e dini që në 15 muaj qeli i takon që të ketë bërë 2.2 vite burg. Pra, një president 2.2 vite burg mjafton me dhënë leksionin që shiko, është e rrezikshme drejtësia, kodi penal, është i rrezikshëm, po se lexove të paktën këtë një herë. Ke përfunduar pranga. Ju thoni opozita. Opozita kanë thënë është çalamëne. Përpjekjet për të bashkuar. Po pikërisht pra këtu do të është çalamëne. Pse? Ka 31 deputet Soros. Ja mban njeriu thua të bëj protestë anti-Soros, anti-Rama? Jo. Pse? Se Rama ka 77 deputet Soros. Do të thotë 1/3 në parlament qenë ka çfarë? Deputet Soros. Aty është ngërçi e opozitës. Prandaj unë dikut ja ndrrova emrin në panel, e në vend që të thosha emrin e tij, thash emrin e një gazetari. Ai tha unë quhem kështu. Po aty ishte doktor Berisha, zakonisht doktor Berisha të ndrrova vetëm emrin, jo vetëm emrin, po ndrrova dhe mbi emrin. Për fat mua s'ma ka ndruar, mua më ka thënë që është kandidat disa herë më dinjitos për kryeministër se Edi Rama. Pas kësaj Edi Rama si kopjaci, se Ali Berishës tha në opozit kryeministër hije, tha është Kujtim Gjuzi. Pra, të dy personazhet kryeministra thanë për emrin tim. Pyetja është, a duhet jem unë kryeministër? Jo. Pse? Se unë e du kryeministrin katolik. Se ne nuk e kemi pasur në asnjë rast kryeministrin katolik për 114 vite. Dhe kjo është pyetja radhës. Pse këta drejtuesit e politikës shqiptare në 114 vjet sillen si të jenë personazhet e Kadares pashallarët e kuq? Po tani që të them unë që të dy vinë nga pallati i ëndrave, edhe nëse unë e mohoj, nuk jam një lexues i mirë e Kadaresun. Mund të shtoni pyetjen tjetër, po pse nuk je i të ndjerit Kadare? Po pse nuk shkove? Po pra, po pse nuk shkove te statuja, mund t'i themi, te busti, se bust nuk është ai, se statuja, se është komplet aty. O pse nuk shkove? Po ma kishte një borxh. Ai më premtoi dikur në diktaturë, në një takim të hapur, kur më duket se ishte përpunimi i dytë, më duket i dimrit vetmismadhe, diçka e tillë, duhet të ketë qenë viti 84-85, unë isha atëherë jos, nuk isha me thinja si sot. Unë aty nga salla, që ishte një sallë plot me ushtarake me pistoleta brenda, u lëshova si Tiranas me bë një pyetje. Ai tha, shiko,
unë jam me arsim të mesëm. Po, me qenë se ju po thoni bëjmë pyetje, ka qenë zëvendës ministri i kulturës zoti Ballabani. Thash duke i marrë leje shkëlqësisë së tij, nuk përdora atëherë shkëlqësia e tij, unë e përdora pse në konceptin familjar unë jam konservator, një mukje. Dhe duke marrë leje ju, i thash, shkëlqësi, nuk i thotë zëvendës ministrit, i thotë ministër e lartë. Unë i them ashtu, normalisht bëhet qefi kur thotë jeti shkëlqësi për shembull, siç themon shkëlqësi gjyqtar ose prokuror të Spakut. Kur e shofun që ata bëjnë lëvizje, unë i them, o ka di, o s'pa hit, çfarë bën, ku shkon? E isim te Kadareja. I thash, po kur do shkruash një herë për Honin, e thash në gjuhën tiranëse, të Murati Bilbilit. Normalisht që pyetja ishte jo pa stigmë, po themi, jo pa oscilacion. E kishte idhësirën brenda. Tani ai Gjirokastriti zgjuar tha, për juve përgjigjen nuk e kam këtu, e kam pas kësaj. Një njeri që më kishte shpëtuar deri atëherë mu pa hy tek prangat e kodit penal, Mosta ishte Skarparlliku, trim, drejtor. Mosta që bërëm, kap nga qaketa. Ndërhyri, zoti Ballabani, shoku Ballabani në atë kohë, tha, mos e ngit djalin, se djali për një pyetje që ne ja kërkum. U lehtësova unë, si ishte. Mi po mbrapa në netën pak edhe më thanë, shiko, se këto pyetje thanë, i bën direkt shkrimtarit në një post takim si ky. A mora unë mend që atëherë patjetër që mora, prandaj syra në burg. Dhe ju më thoni mua në këtë rast, a duhet rrëzuar Rama? Rama është i rrëzuar. Është i rrëzuar. Okej. Si ti dhe? Edo, nuk ka vetëm Lulzim Basha video Epstein anglisht, unë s'jam anglisht folës, e ne e them shqip. Video Epsh, te janë e matone, ku e ditë ti se si ka? Edo, qeveri tranzitore, gjithë përfshirëse, ti president, ajo mesa jone Niklës, zonje parë, ku ka më bukur më Edo? Më bosha ka Edo, të pengum në Davos, apo së pengum, se te të shkojnë Davos? Më lidhur me këtë që sapo më përmende, për skandalet seksuale të politikanëve, ande nga Kosova u prekën, këte nga ne, ka rrezik? Po shqiptarë jemi ne, dhe ne kam thënë në një vend tjetër, kur na kanë qujt ne andropauza, se që doli një mjek njerë, që lexu shumë ai. Mi po të lexosh shumë volume, atëre çakurdohet folderi. Kështu e thoni ju? Çakurdohet folderi. Dhe për një moment, jo gjithmonë, ai do të qetësohet, duhet fik, duhet bëri startën, si i thoni ju të. Se unë nuk njeh mirë, bires për këtë më akuzoi një herë kryetari i kuvendit, tha po iku kujtim tha se ti je me flautore blu. Nuk e tha kot. Me demek që ishe blu dhe atëherë, por ne unë kujdesem për të futën burg. Se që s'kam bërën për burg, boll që tha Berisha. Ato tha, kanë bërë kështu, tha, kanë qep në të zezë, tha ata të dy. Atë njëri hatër që tha kështu, po pse do të thotë doktori? Po sikur them në gjohën që dion, qa bët? Se unë e doktori shkojmë në Romë shpesh. Po në Romë nuk flihet vetëm këtë dashamirësit, flihet dhe në hotel. Edhe ato në herë, në hotel njeriu flen kështu me flen lirshëm. Po ashtu do të flej. Risku, sa i ma thësh që kemi dhe politikanë tanë? 100%. 100%. Kam thënë dikur që kanë parlament 10, prit. Kam thënë në parlamentin që ishim ne 2019, unë kam thënë që ka deputet A kam thënë? A është vërtetu? Njëri është në burg nga ata. Se kur i thash drejt për drejt që ishim kështu si që jemi ju direkte, i thash për drejt që kishte emrin Iliraj. O Iliri thash, por e se jam dhëndër në Shkodër, mos mëre. Po që pun kemi ne me ta? Jo, pun kemi ne se jam personazhe publik, nëse unë jam homoseksual, unë duhet dalë të them. Unë jam kujtim gjuzi homoseksual, nuk jam, a e kupton? Duhet dalë të them jam homoseksual, më kupton? Edhe jam deputet, edhe unë mbroj të drejtat e homoseksualëve, edhe ata kanë drejt vinë në parlament, nuk themu se s'kan drejt vinë. Po duhet të deklarohen, jo të fshihen. Ata i fshihen dhe grua së tyre, do më thonë ka problem. Kjo ka problem të madh. Ata kanë të zgjidhur dhe këtë hall. Si e kanë zgjidhur? Kodi penal? Mbi e keq tash.
Kodi penal. Po rinovohet. Ndalohet seksi, thotë Edi Rama, jashtë Shqipërisë. Do me na zvoglu ti shqiptarët, edo çfarë po ti? Po ku di deri kur është Shqipëria? Se unë mund të them që mund të jetë deri te gjiri i Artës. Deri te gjiri i Artës. U trëm kameramani, sqaroja pak të lutem. Ku trëmët ai ka emrin e mbretit Agron. Si është ky ligj? Pse s'bie dakord? Ka emrin e mbretit. Mbreti nuk u trëm, mbretëresha do dona i preu kokën. Po ai drejta asaj. Çfarë ndodh me femrat që kanë pushtet? Tu kanë pas pushtet sipas me, ai sa kam lexuar unë xhanën, nga Dodona, ne i themi është nga Petrela ajo, po pastaj doli i liri atje. Edhe e mori atje në Therepel. Atje është Thesari. Pastaj ajo lindi Holtën. Mi po Holta bëm baba të ngjaj, bëm nën të ngjaj më shumë. Edhe s'bëri Holta, shkoj të laj vetëm te kanionet e Holtës. Se kam thënë asnjëherë këtë publikisht, është hera parë që e them kjo. Atje, njërën 10 vjet, mbytet një vajzë 14-15 vjeç. A e tërheq princesha apo jo? A e mbyt ai që e do apo jo? Kjo është enigmë, nuk është zgjidhur deri më sot. Kanionet e Holtës Gramshën. Jam këtë me sy blu ata si puna ju, kështu se unë i kam të zhitë se nona u kretone. Baba është knega Petrela, knega baba janë me sy gjombi, sy blu, sy mretnor gjasme. Mi po që ti bësh babës time, u dashuru me nonën time 15 vjeç e mori atë 17 nona ime më lindi mu. A ka firmuar Spiropali dokumentin Trump për paqe, po të ndryshoj komplet? Spiropali mesa Marko Boçarit. Marko Boçari ka bë luftë me boshtetin grek, e në mretit Oto, me e dhonë mretnin mas si bja 11 vjetës. Ato e bën luftën në 1820, kërë ngritjen, me atë kolokotroni, se mos e përktheni këtë fjalën nga greqishtja, se është problematike kjo. Edhe Bubulina Sulli, si e ka ajo. Më duke se kështu e ka. Edhe këta thanë që ne do bëjmë, që të bëni, thanë ato, do heqim gjinë bue shpatën për atje poshtë, edhe do vendosim Athinan. Okej. Ju pyetët për perandoreshat tona. Pra, treguan për Dodonën, ne kemi dhe të udhën, edhe kjo, e vrau atë. Kjo vrau më duke dy, edhe Agron dhe Ilirin kjo. Kjo, Jaga nuk ka vrarë njeri. Se edhe kjo është si mbretreshës. Kjo Vjosa Osmani, kjo për nga mi emri të vret. Për nga emri Vjosa të rëmben. Hajde gjeje sa e rrezikshme. Ai pesi rëmbeu Donald Trumpin. Ta afro pak. Kush e ka bërë, më thuajti më, përveç Milanis. Do thonë jo ato dy të parat, njëra vdiqë, ra nga shkallët. Jo, u ra nga shkallët. U prej kavo ascensorit. U prej kavo, apo ishte kalbur kavo. Problematike. Se kemi e pështetin ne që thanë, si thanë që vdiq një qeli. Qeli e sigurt, 4 muri, i soj se me vdekun këtu. Me vdekun këtu, më kam lajmëru njerëz të mi, kam shku filan vendëm, janë numër telefonit, me më gjetë gjo atje, ja, ku e keni? Pa jam se ne jemi tregtu, me Agron kam pas edhe intervista tjera unë si eksperti i kameras, edhe nuk më ka gjetur gjë. Po pse se dini ju atë filmin amerikan nga kamera, bam presidentit. Ju si aleati Berishës, e mbështesni bashkimin e opozitës? Kjo është pyetje e vështirë. Berisha do t'i hiqe në grata, sërish do t'i hiqe në ngrata nëse do ishte më i kujdesshëm me konservatorët me deklaratën Kujtim Gjuzi kandidat për kryeministër disa herë më dinjitoz se Edi Rama. Por gjithmonë ju e dini që doktori 75% është i vërtet, shtetbërës, shtetformues, shtetsmadhus, në deklarata flasim. Ka 25% është kardiolog ai, ai njeh zemrën. Domethënë ai di dhe si funksionon dhe ku i ka xhepat zemra, a i ka të fsheta apo si ka. Këtu pastaj te bashkimi i opozitës, po ta marr seriozisht doktore, del Kujtim Gjuzi, nuk e kam telefonin sot me vete. Alo, Edo, 72 orë ke Balluku, që është Tiranca ime në spak. Urgjent, i imunitetit, e heqe. Rasti Sajmir Tahiri është nga telefoni im. Të gjithë çaran përgjim, ju kujtohet intervista parë në një televizion tjetër? Ju kujtohet? Si thash, ky telefoni nuk përgjohet. E janë një gënjeshtër e bardhë e Kujtim Gjuzit. Era parë që e them. A u përgjum gjithë apo jo?
Po pse më ka zgjut isha unë si teknik radio, ose si teknik i mesëm me shku deri aty. Çimkat nuk i vendos Berisha. As Edi Rama, po ata nga që kanë qenë pushtet, i kanë gjithmonë çimkat në xhep. Edhe trakë nxjerr një çimk të shikut njëri, të spakut tjetri, të kushtetutës dikush tjetër, e nxjerr çimkën ai thotë, "Shiko, çimka jote, kujdes se mos o video seks." Ç'a do bëj gjyqtari edhe prokurori në këtë rast? Prandaj i bëj thirrje gjyqtarëve dhe prokurorëve, nëse keni çimka, ikni, mos rrini aty, se dikur çimkat dalin. Ja, epsh thon në Shqip, po nuk është vetëm epshu seksual, se mos e dëmtojmë, domethënë, intervistën. Njeriu mund të ketë dhe epsh një dashuri, po s'mund ta marrësh tjetër në zor. Pse jam unë në karrigën tuaj dhe unë marr gjithë zyrën? Jo, karriga është e juaja, pra karriga është e shtetit, nuk është e imja. Unë aty jam ulur provizorisht, qoftë edhe si kryetari i Partisë Konservatore, do vi një moment që unë duhet të them, unë se bëj më të këtë punë. Pse rri unë kryetari i Partisë Konservatore? Se unë e mora e çova një herë në parlament. Më thuaj, ka një emision politik sot që nuk përmendet një herë fjala konservator? Një. Po e gjetët, unë do t'jap dorëheqjen sekond. Partitë e reja, pse nuk e duan doktorin? Ç'mendim ke ti për Lapa, Nqorrin dhe Sheaj? Gjithmonë të rinjt nuk na duan ne pleqve. Kjo është, domethënë, sa është bota. Nuk na duan, pse kanë vizionin e vet, kanë idenë e vet. Okej. Do të thotë ne na nxorën jashtë duke të tërsuar votat. Kush e bëri këtë? Marrëveshja Edi Rama, Lulzim Basha, nëndetëset, Oert Bylykbashi, Tauland Balla. Këto janë nëndetëset. Tani vazhdon nëndetësja Tauland Balla me Edi Ramën dhe vazhdon nëndetësja Oert Bylykbashi me Sali Berishën. Pra nëndetëset bërthamore nuk kanë lëviz. Sipër ka lëviz kush? Vetëm 1/3 që do të thotë kryetari PD-s Sali Berisha. Ju thoni partitë parlamentare të reja. Duket, ato janë partitë majta, janë parti me drejtues sorist. Atëherë, Fondacioni Soros kujdeset. Edi, merri votat 83, këto të Sorosit let ja marrin sa janë oponencë, janë opozitë, si mundet ato të marrin votën tonë? Se derisa Edi Rama rritet, ato marrin votë tek ne, me këtë duhet bashkohen ato, me Kujtim Gjuzin, vetëm një shans ka. Vetëm një shans. Kur ato të pranojnë publikisht që ne jemi financuar nga Fondacioni Soros. Kërkojmë falje se Fondacioni Soros ka bërë në Shqipëri gjëmën, bashkë me partinë e Edi Ramës, që është Fondacion Soros 77 deputet, po deshet jap emrat, një për një. Berisha s'ka që të bëj. Pse? Berisha, thamë tani, shkon me gjithë opozitën bashkë, 520.000 vota, dhe Basha nga dritarja thotë, kush është fajtori? Lulzim, ti e fajtori. Sepse ti gënjeve edhe Kujtim Gjuzin. Dhe the, në mbledhjen e madhe, 33 parti politike tha, fjalë për fjalë, kryetarët e partive do jenë në qendër të listës. Çdo të thotë qendër e listës. Tirana, tashti që flasim bashkë, ka 36 mandate. Do të thotë Kujtim Gjuzi, më i largëti, që s'ka hyrë asnjëherë në Parlament konservatorët, në atë kohë, është numri 18. Në kohën e Bashës unë isha numri 17. Me qenë se u konfliktu Kreshnik Spahiu, kolegu juaj avokat, ka qenë në kryetari Këshillit Lart Drejtësisë, Kreshnik Spahiu, s'ke përgjithësi, ha? Ti e di që du fort, po sekretet? Ma im shënim në Tiranësit. Atëherë, çfarë bën Basha? E çfarë përdis listën? Do me thonë, më tha mu, unë ta kam kryesin, ta ndu, 21, po të bëjnë nderë, po të vejnë 19. Ashtu i thash, unë nipi mukjes 19. Mos të pranoja ishte keq. Unë pranova. Shkova 19, i futa si lurën 007 Bashës, e qita nga parlamenti, Basha e ka qitë subjektin nga parlamenti, presion edhe mbi Berishën. Berisha nuk ka dal nga parlamenti. Në minutat e fundit i ka thënë që unë do dalë, ti bëj si duash. A mund të rrinte Berisha atje duke dalë gjithë PD-ja? Ja, se do thoshin ky qeka vetëm Sali Berishë, ky s'qeka PD.
atëherë të merr turma me vete dhe të nxjerr jashtë. Ai paralajmërohen Berishën. A dola unë me datën 5 mars, edhe me 3 mars. 3 mars treguan në ndecet. Me 5 mars i thash doktorit, mos lësho parlamentin. Hajde aty, bashkë me grupin e ri, ikte Basha. Basha për jashtë, doktori PD, opozita madhe, qeveri tranzit me votat aty se kur Berisha aty s'lëvizin votat kollaj. Kurse ne na lëvizin votat, na çapërdisi në ndecja, Taulan Balla, ti do shkosh në burg përpara Edi Ramës. Spak. Mos mani dosin e fshet. 51% ju a kam dhënë bonusin duke e thënë shkëlqësi prokuror. Në fakt i thohet vetëm krye prokuror shkëlqësi prokuror, nuk thohet në shumës. E keni mbështetjen e gjuzit, jo gjuzit, po Partisë Konservatore, të Akademisë Konservatore, me 220 profesor doktor të shkencave. E keni 77%, do të qoni 100%, po. Taulan Balla, Toyota Yaris, edhe Lulzim Basha të vijatje, se ka deklarat publike. Kujt doni t'i fshiheni ju? O shtetin e drejt ju, ose ne jemi pranë zyrës Donald Trump. Njoftojmë për çdo gjë me dokument zyrtar që të mos thot dikush kujtim gjuzi është 007 e Shqipërisë. Jo, dokument zyrtar. Në fillim është paralajmërimi. Për çdo njërin nga ju, nuk është presion. Sikurse ju ushtrut presion dhe më thirrët në SPAK për një gjë që thatë, gabimi jonë. E pranut brenda zyrave apo jo? Pastaj më thatë kush jemi ne. Ju jeni më të mirët se mbroni shtetin, prokurorët janë më të mirët se mbrojnë shtetin. Ama nëse kemi prokuror apo gjyqtar që ka afera seksuale në ishullin e atij, si e ka ai? Se s'du t'ja them emrin atij. Ka problem me videoseksit. Të gjithë njerëzit e Sorosit, do deklarat. Çdo njeri që ka kaluar në fondacionin Soros ka të sigurt videoseks. Ma njeri kështu. Le do të ftojmë prapë ty gjithsesi. Tani Ramën kush e mban në pushtet? Pse nuk ikën? Ramën kush e mban? E para ne jemi vend antar i NATO-s. Deri tani Europa e shikoni ju sa nuk po them atë fjalën fare, domethënë, sa ka denigruar. Ka njerëz që kanë akuzuar Ali Pashajn për qepli, ose qepli janë gjithë shqiptarët meshkujt, po s'mund ta them që s'jam edhe unë, po do kujdes, duhet të qendra gravitacionale ta mbajë të shtrënguar, domethënë, atë që thamë mos kontrollin, duhet ta marrin kontroll. Ke Ali Pashaj kemi fjalën e Tirancit, nuk ka pas kuplara. Nuk ka pas kuplara. Ai vërtet kishte habitatin e vet me femrat që i shërbenin. Edhe femrat kanë dhe një gjë pastaj, kanë xhelozi dhe ai aty midis atyre zgjodhi dhe Vasili Çiktiara quhet ajo, Tirana, se din gjithë këtë, e them për herë të parë. Ne bëm akademinë se para i bie 24 janar 2026 ne bëm akademinë 204 vjet nga vrasja, largimi nga froni, apo i kanë në mënyrë të fshehtë Ali Pashte Pelenës. Këto janë 3 versionet që aty qarkulluan. Dhe aty ishte profesor doktor i shkencave Fedon Meksi, që është edhe ky një kështu doktor i madh, domethënë, me emër të madh. Le çaj ka pas vllajën e tij, sa tjetër gjë, po ky është profesor doktor i shkencave. Profesor doktor i shkencave kardiologjike. Piero Prifti. Domethënë, njëri është me ide të djatha dhe tjetri është me ide të majta. Koncepti i kujt? I kuvendit Mukjes. Dikush u fut, si i thonë asaj, janë 2 vetë, futet një i tret, ai ose zgjidh problemin, po 2 vetë s'kan kur nevojë për t'i pajtuar një i tret. Kodi penal, gjykata nuk të pajton, të jep drejtësinë në shtetin e drejtë. Atëherë, përfundimisht, duhet kujdes. A kam pasur kujdes? Me atë timen, unë jam tregu i kujdesshëm. Janë 2700 hyrje në parlament, të 700 njerëzit mund të kenë 100, 200, 300 zonja që kanë ardhur atje me shoqërusin e parlamentit ose shoqërusin e tyre në zyrën time dera hapur. Pse? Ka problem. Nuk dihet se për çfarë vjen mbretëresha aty. Vjen të rrëzoj mbretin? Apo ja, ke mbretëreshën Melania Trump. Melania Kanas Trump, Kanas se ka mbiemër të Gjakovës, babai është Gjakovar. Mund vija mbretëreshë i Lirisë këtu.
pse afroja shumë Trumpi? Çfarë i tha Trumpi Vjosa Osmanit? Ose çfarë i tha Vjosa Osmani Donald Trumpit? Çfarë i tha? Unë kam të sigurt që i tha që gruaja juaj është e Gjakovës. Të sigurt, siç po flasim bashkë. Hera parë nuk e kam thënë në një media tjetër, se s'mund t'i thuash të gjitha. Do të thotë, një femër shqiptare e ruan familjen pa qatë Monika Kryemadhe. A ke quaj buri huj, me nda. Si thot aja? Dashuria ime vetme është Ilir Meta. Mbretresh, edhe ka respektin tim. Edhe ju, si gazetare, keni respektin tim maksimal. Ju falenderoj që ishim bashkë. Ishte një kënaqësi e jashtëzakonshme, por mos harro. Kam nevojë të të ftoj prapë. Edhe një herë, e para që ju jeni zonë dhe Okej, ju jeni princesha atëherë. Okej, dakord. Shpresoj që do ta gjeni mbretin. Unë kam 3 vajza. Edhe njëra nga vajzat nuk më ka bërë gjysh akoma. Dhe unë i them kështu. Ej, princi ishte aty. 2 herë zgjodhen 2 të tjera. Ti ku e kishe mendje? Pra, gjithmonë ka një princ aty, po princ trashëgimor i mbretërisë 7 albane është princ Leka. I dytë, i bie që ai tashti është i bllokuar. Edhe është i bllokuar nga një gazetare, nga një fotoreporter. Do imagjinohet çfarë rreziku keni ju, po sikur që unë isha këtu me jo personalisht. Po ishim këtu domethënë edhe unë do dal këtu siç erdha.